Luizi me Lunushin së bashku vizitojnë labirintin me pasqyra. Lunushi duket se po e gjen rrugën drejt skenes për t'i bërë surprizë mami Kiarës e bukura në këtë video. Është se dhoma duket si një labirint dhe Lunushi me inteligjencën e saj si bebe po arrin të dalë, por Luizi gjithëkohës e ndjek nga mbrapa duke orientuar ndërsa Lunushi nxiton dhe si një bebe e shkathet lëviz vet për të dalë në sfond të videos. Është kenga me një melodi tringëllime dhe një tekst që të prek shpirtin. Është pikërisht kenga e lunës që Luizi ja dedikoi me kaq dashuri përpara një publiku të gjerë përpara festivalit të qytetit të tij Shkodrën. Ai atje i tregoi gjithë Shqipërisë që Lunushi për të është dashuri e pacmueshme, siç mund të bëjë çdo prind për fëmijën e vet. Ai e mori në ekran dhe filloi t'i këndoj mami Kiara. U prek shumë në atë moment dhe filloi të qaj që mrekullia që kishte bërë Luizi nuk që vetëm një surprizë, por një super dedikim që do të mbetet gjatë në mendjet e në playlistat tona. Një nga këngët më të bukura është kjo e Lunushit, e cila la gjurme në atë festival dhe në kujtimet e familjes dhe gjysherve të cilët u emocionuan pa masë. Ai nuk i ka bërë vetëm këtë surprizë, ai i ka blerë shumë dhurata që Luna i do, pavarësisht se është e vogël në vijim, ajo do të kuptoj se sa shumë dashuri ka Luizi dhe Kiara për të. Ai gjithmonë e merr Lunushin me vete, e nxjerr nëpër parqe lulisht, e merr dhe në udhëtime bën xhiro me makine. Ai kur nuk e le vetëm kur është në shtepi, e ka si një shok të vogël të ngushtë ku e merr me vete gjithnjë ljo dashuri mbi zotëroftë. Gjithmonë mes babait dhe bijes së tij, ata po shkojnë t'i bëjnë Kiarës surprizë ku ajo do të gëzojë shumë dhe do të emocionohet nga prania e Luizit dhe Lunushit. Ne i urojmë të jetë gjithmonë të pandare dhe të lumtur si një familje e madhe tashme. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi